Stacioni zjarfikses Livermore në Kaliforni është bërë sot një atrakcion turistik. Çdo vit qindra njerëz kurioz kalojnë në qytet për të parë llampën e njohur me emrin Sentinel Light, e cila është ndezur në vitin 1901 dhe është fikur vetëm 4 herë për shkak të rinovimeve. Në 1971, një gazetar lokal, Mike Dunstan, u interesua për llampën. Të gjithë zjarfiksit pohuan se ajo nuk fikej kurrë. Përmes intervistave dhe konsultimit me arkiva, Dunstan arriti në përfundimin se llampa ishte ndezur që nga viti 1901 dhe se llampa ishte një dhuratë nga biznesmeni Dennis Bernal për stacionin e zjarfikses. Ka disa teori që shpjegojnë pse llampa e prodhuar nga Chillet ka qenë në gjendje të mbetet kaq gjatë. Disa pretendojnë se llampa është rezultati i një procesi unik dhe sekret. Të tjerë besojnë se meqenëse është ndezur dhe fikur shumë pak, ka prodhuar një degë shumë të ngadaltë që e ka parandaluar atë të shkrihet. Për shkak të gjatësisë së saj, llampa është futur në librin e rekordeve Guinness.